për kulturën shqiptare. Nuk ka më jetë kulturore në qytet. Në këtë qytet janë vetëm agresioni hipersonik që u bëhet qytetarëve me diskoteka dhe ato mbushin të gjithë jetën artistike. Ky vend është vend shumë i çuditshëm. Duke qenë briri më perëndimor i Gadishullit, të gjitha prenoritë e kanë lakmuar, e kanë pushtuar, kanë kaluar nëpër te, kanë dhënë gjurmë. Kjo ka bërë që Shqipëria të jetë një nga vendet më të pasura në trashëgimi kulturore. Trashëgimi të vetëm, por dhe trashëgimi të prenorive, të qytetërimeve të tjera. Tani janë vërsulur dhe ndaj tyre. Janë vërsulur ndaj Butrintit, janë vërsulur ndaj Bylisit, ndaj trashëgimive tjera të çmuara dhe krahas tyre ndaj mrekullive natyrore të këtij vendi. Pra, në qoftë se ka një gjë që kërcënohet në mënyrën më të fuqishme është trashëgimia jonë kulturore. Arritjet më madhore të këtyre viteve qenë të fushën e trashëgimisë, pranimi disa nga këtyre kryeveprave në regjistrin e trashëgimisë së njerëzimit. Edhe ato trajtohen në kundërshtim me standardet e caktuara nga UNESCO për rastet të tilla. Partia Demokratike konsideron emergjente këtë situatë dramatike në fushën e kulturës dhe arteve, librit, ndaj dhe garanton qytetarë shqiptarë, shkrimtarët, artistët, skulptorët, piktorët dhe të gjithë personalitetet njerëz të fushës kulturës dhe arteve se një ndryshim rrënjësor në vitet e parë të qeverisë së saj do të ndodhë në qendrimin e shtetit dhe të qeverisë ndaj arteve dhe kulturës. Kultura është për ne çështje identiteti kombëtar. Në këtë kontekst, gjallërimi dhe rikthimi në aktivitetit të gjitha institucioneve të kulturës të vendit në Tiranë dhe në rrethe mbetet një përparësi absolute. Përcaktimi një statusi ligjor të veçantë për artistët, për shkrimtarët, për njerëz të kulturës, është një zotim tjetër yni. Dyfishimi i buxhetit, mbi dyfishimi i buxhetit për kulturën dhe artin dhe ristrukturimi i plotë të Ministrisë Kulturës në funksion të degëve të artit dhe të kulturës, mbrojtjes dhe zhvillimit tyre janë objektiva tanë të pandryshueshëm. Miratimi i ligjeve,
të sponsorizimit të artit dhe kulturës në mënyrë transparente nga bizneset është tjetër një zotim i ynë. Ne do nxisim bizneset dhe biznismenët të sponsorizojnë me transparencë duke ulur në proporcion taksat që i paguajnë shtetit. Bonuse për artin këto. Duhet transparencë. Artistët janë njerëzit më të ndjeshëm, janë grinës të përjetshëm me pushtetin. Ne do dëshojmë dhe do bëjmë çdo gjë që ata të mbeten të tillë, se ndryshe ata nuk shërbejnë dot interesit publik. Por ata, misioni i tyre është interesi publik. Ndaj dhe janë aset i paçmuar i shoqërisë dhe i popullit. Çështja e kulturës në një mënyrë ose një tjetër ndryshon nga një kombë në tjetrën. Por çështja e kulturës për një kombë jetim, siç është kombi shqiptar, është çështja e ekzistencës së tij. Se ne nuk kemi kushëri.